Unë i kam 16 vjetë, komplet i kena 60 copa, dëshira jonë është me pas maksimalja 500. Ne nuk e shesim qumshtin e dhis, përveç se japim fal për ata që kanë nevojë, nuk është marrë për mu kujdes për këta që kanë shpirt. Dhe mendoj që është gjëja më e pastër që ekziston. Ve prej fshatit Zhur, studioj për shkencat natyrore në gjimnazin, jam veti dytë dhe këta e kam pasion dhe hobi që e bëj me plot dëshirë. Po si punë, si biznes, e kam mirë me tenda, ku ato e kena punë të përditshme edhe me ato e kena tamam, amo këta e kam vetëm dëshirë. E kena biznes familjar, ku e bëj bashkë me familjen, nuk kena punëtor, e bëj vetë nana motra mirë me dekorët, kurse unë babi dhe vllai mirë na me tendat. Unë i kam 16 vjetë, përveç mësimeve që studioj për shkencat natyrore, gjithashtu dhe i ndihmoj babit në punët personale dhe familjare, ku punë e bëj si të përditshme që e kam si hobi dhe pasion, janë 10, ku me këta dalë kur të vjen çdo orë në ora 1, i lëshoj në mal, ku me ata mirëm një pjesë të ditës, ku kaloj shumë mirë me ata dhe jam shumë më se i lumtur që e kam një fermë si që janë 10. Shumë jam i plotësum si Eduard, sepse ku ma rrit mi a plotësu babit tem dëshirën për mu kujdes për 10. Me këta e kaloj shumë një pjesë të mirë dhe menoj që kur kaloj me këta, kur i nshojnë mal, është një moment shumë i veçantë dhe një ditë që s'duhet të humbet asnjëherë. Komplet i kena 60 copa, të mëdhaja i kena 40 dhe të vogla keca që quhen 20. Shumica prej tyre janë barse dhe e kanë kohën për mu barsu, kështu që mendojmë për mu shumë fishu numri. Dëshira jonë është me pas maksimalja 500. Qumshtin e dhis e përdorim më shumë për këta që ka nevojë, që si që dim, qumshti e dhis ndihmon për kancerin dhe ne shumë ofrojmë qumësht pa pare, që me thonë free për njerëz që e kanë kancerin dhe jena shumë humanitar. Sepse ne nuk e shesim qumshtin e dhis, përveç se japim fal për ata që kanë nevojë dhe janë në zër për qumshtin e dhis. I kam disa raca caktume, që i kam disa dhitë hasit, i kam disa alpine, disa janë të përzime, e kam edhe një racë që shumë është kjo e mirë, është racë e jashtme gjermane, që është kjo e bardha me edhin e vetë. Kjo është një racë që s'ka, që e du shumë, e du si raca dhe menoj që mi hek gjitha këto me pas racën vetëm si ajo. Ja kena nisën me 5 sopë, ku babi pastaj filloi të blej qera dhe pastaj filluan të shumë fishohen. U rrit numrin e 60 dhe tash mendojmë të bëjmë alo ma shumë, por presim të shumë fishohen, jo të blejnë. Secilën prej punën teme që e bëj, si që shkoj në shkollë, si për biznesin, si për dhitë, e kum gjetë një kohë caktume, ku e bëj kur shquam një 6 të mëngjesit, i rregulloj dhitë, i bëj çka kam për me bo dhe pastaj në 7 e kam orare mësimor, në 7:40 filloj mësimin dhe pas në 12:45 e kryj mësimin, i ndroj tishat dhe vetë 10. Por tani nuk e keni sezonën e biznesit, sezona është vetëm verës, ku është korriki dhe gushti, atëherë nuk mirëm shumë e këta, mirët babi. Unë e menoj që shumica e trive e kanë problem për mu kujdes, sepse pika parë rinis nuk janë dalën marrja, sepse i vjen marrë për me dalë, me dhi ose me dhen. Ama unë menoj që nuk është marrë që shtojmë natë prej fshatit është për me vjedh, e jo për mu kujdes për këta që kanë shpirt. Dhe menoj që pas njerëzve vjen direkt 10. Dhe unë për këta kujdesem si për familjarët e mi, sepse mu kam bërë gati si familjar dhe me këta jam shumë i lumtur. Gjyshjem nuk ka pas qef, u marrë më shumë me kompjutera me kësi sene. Unë pastaj ka filluar dëshirat e babaj dhe unë ja kam trashëguar dëshirën, por e kam të plan jo vetëm e 10 për mu bo, një fermer, por edhe pse jo të mos vazhdoj për një profesor i matematikës apo një avokat. Sepse Zhuri është, si që dim, shati më i madh në Kosovë dhe ka shumë bukuri të ralla natyrore. Në Zhur, më herët ka pas shumë bllekutëri ku kishim shumë dhen, dhi apo pula, çfarë do që qoftë dhe e zbukuronin fshatin Zhur. Tani nuk ka më shumë, jena më spaku 5 deri në 6 ferma të deleve dhe të dhive, kurse fermë të dhive kemi vetëm ne në Zhur. Dhe kjo na ka majtën që mos distancohemi prej fshatit tonë, ku kemi lindur dhe jemi duke u rritur në këtë fshat.
Unë në 5 në orën mas dite ose në 6 i bi prej malit, ku atër filloj me mjeljen e këtive, e marë familjarët e mi, e marë nonën për me ndimuar për mjeljen, sepse është goxha fështirë, sepse janë 60 maksimumi, dhe nuk mund është me zonë kohën për mi mjel të gjitha, kështu që kam ndim dhe nga familjarët e mi. Varet me sa sportivitet e merr dhe me sa dëshirë. Nëse e merr me shumë dashuri dhe sportivitet, nuk e ki as pak të vështirë. Por nëse e merr, për shembull, nëse ne themi jo nuk dal me këta, jo nuk asi, e merr duket se pale se çka po bën. Nuk kam asnjë shok, asnjë shoqe që kujdeset për firma, por as në ndonjë punë, ata merren vetëm me shkollë, por unë gjithmonë mundom të jap kuraje të them jo vetëm shkollën, se edhe puna na nevojitet në jetë dhe duhet të punojmë dhe të mësojmë. Puna është procesi i parë që duhet ta kryjmë në këtë jetë. Dhe mendoj që është gjëja më e pastër që ekziston, firma e dhive zhur. Ju kisha thonë që t'jeni të gatshëm për çdo sfidë që ju vjen jetë, jeta si që dim është një sfidë dhe duhet të presin si të mira dhe si të këqija. Për shembull, nëse kemi ndonjë fermë jo vetëm të dhive, por edhe të delve, edhe të pulave, çfarëdo ferme qoftë, ne duhet të kujdesemi për ata sepse tek e fundit ato kanë një jetë dhe janë pas nesh dhe ne do të japim përgjegjësi për këta. Nëse ne kujdesemi për këta, neve Zoti do të na shumëfishoj të mirat tona. Dhe prandaj unë shumë herë kur i menoj këta, menoj dhe Zotin që do mi plotësoj gjitha dëshirat që i kam në këtë jetë. Nëse doni edha beo, dhe nëse doni pa koncentrale, pa asnjë gjë, mund t'i gjeni në Ferma Dhive Zhur, ku e kemi faqen tonë në website, Facebook, ku i kemi numrat tonë, mund të na shënoni edhe privat, mund të na shënoni edhe në profilin e Facebook. Është zgjedhja juaj. Jam Eduard Gavazaj, përpos mësimeve që jam në vit të dytë në Gjimnazin Shkencat Natyrore, gjithashtu mirëm dhe me firmën e dhive.